Ky emision mundësohet nga Delimano. Përshëndetje shikues të televizionit Dugagjini, emisionit Sheshëm, po shihemi edhe këtë të diele që i bie 3 ditë para ditës së Kurban Bajramit. Normalisht, ne si ekip e këtij emisioni kemi menduar me përgatit diçka mirë, diçka ëmbël, diçka që zakonisht e bojmë si tradit e aspektit ritual fetar, që nisim festat me gjana të ëmbla dhe të mira. Zakonisht, kjo fest, do thotë, në këtë fest e ëmbla është kryefjala sa i përket baklavës dhe tamlërizit ose sutjashit, si që thojmë, por që ne tu e di që secila zonë, secila familje ka recetat ose përbërje ndryshe që e bën baklavë, na kemi zgjedh me e bë një ëmbëlsirë festive që nuk është fare e ronë me hangër dhe e ronë me e përgadit, është e lehtë dhe normalisht nuk do shumë mund, po edhe kohë. Krejt çka duhet me bë është me qenë tamam aty e fokusune që mos me tik në detaj gjatë procesit të gatimit, për shkak se kemi diçka që piqet dhe të tjera që bëhen në një procedurë të ndarë. Kështu që para se me fillu na me përgatit këtë ëmbëlsirë, e cila i dedikohet festës së Kurban Bajramit, ne kemi falendëruar sponsorin ton të emisionit Sheshëm, Delimanon, i cili është sponsor në këtë emision dhe siç po e shihni në kuzhinën ton është përplot pajisjet e kuzhinës, të cilat çdo ditë më shumë na i lehtësojnë gatimet dhe përgatitjen e recetave që na i dojmë. Sot Delimano, sikurse edhe kemi recetën, aparatin të cilin kemi me përgatit që është ky mikser e kemi në ofertë, të cilën besoj po e shihni edhe në ekran. Nëse porosetni këtë mikser, të cilin keni me pa dhe se si funksionon dhe sa efektiv është gjatë gatimit, dhe nëse e porosetni gjatë kohës sa është në transmetim emision, jo normalisht Delimano do t'ju ofroj zbritje për këtë aparat, i cili është i një niveli dhe një cilësie shumë të lartë. Ne e falenderojmë Delimanon dhe i rikthehemi proceseve tona të gatimit. Me që jemi në transmetim dhe mos me u vënu, me shfrytzu kohën tonë televizive, po fillojmë me përgatitjen e pjesës së parë. Pjesa e parë është peta, ose siç edhe e quajmë pandispanja. Po peti thojmë krejt. Kësaj mase, ose për këtë pet, kemi vendos me e përdor këtë tepsi, këtë kallap, i cili është tepër i përshtatshëm, sepse neve na duhet me u bë një pet tepër e hollë, në mënyrë që me nda në 2 pjesë. Një pjesë kemi mjaftu kremën që kemi përgatit, me vendos pjesën që kemi prej të petës dhe më pas sipër kemi me shtu edhe pjesën tjetër me shije tjetër të kremës që kemi përgatit. Kështu është shumë e thjeshtë. Krejt që na duhet me shtu në mikserin e Delimanos, po i marrim vest, janë ta marrim një pjatë në që ti ndajmë këtu shka na mbesin, janë 4 ve komplet. Okej. Është një tortë shumë e mirë. Realisht mendoj që, siç edhe thash në fillim, secila shtëpi, ndoshta kemi fillu pak me ndru trendin, po përgatisim tash ëmbëlsira prej ma të ndryshmeve, po marrim receta gjithka dhe ndoshta nuk po rrim shumë në atë pjesën tradicionale që kemi pas, sepse tradicionaljen e man diçka, ndoshta për shkak se nuk kemi pas shumë njohuri mbi receta të reja ose të ngjashme, mirë po më pëlqen që kemi fillu me bë ndryshime të ndaja dhe me i marrë receta të ndryshme. Që kjo recet nuk është shumë tradicionale, që kjo recet bilëm është shumë moderne për shkak të përbamjes që e ka. Që tu kemi me shtu rreth 200, për shkak se ko ma një lukë shumë të madhe dhe e disak që janë 200 gram sheqer, por sheqeri nuk është që e prish ëmbëlsirën, në rast se doni me kontrollu sasin e sheqerit, atëherë mund një me ishtu shumë më pak dhe
vanilën, sheqer vanilën, e cilën unë zakonisht e shtoj për një herë me sheqerin, në mënyrë që me i tunë bashkë. Tash këna me bo zhurmë pak, po i lëshojmë në maksimum. Smuj me folë shumë, po ndërkohë që mikseri për krymë punën e vetë, na po fillojmë me përgadit çokoladën. Këna me vendosë ujtë. Këta ujë ka më nëndosht për me shkri çokoladën, atë që si ma herët për shkak se na vynë me qenë e ftoft çokolada. Nuk dhja po njihemi, po perfekt ka bo. Çokolada na vynë edhe për pjesën dekoruese, po na duhet edhe për pjesën që këna mjashtu mrena kremit. Fura është gati, po besoj që edhe 2-3 minuta dhe përzimja përfundon. Është kjo përzimja kryesore, miksimi kryesor i vezëve dhe sheqerit, në ndërkohë këna mjashtu shumë pak vaj, millin dhe arrat. Të kontrollojmë edhe një herë. Perfekt, u bo. Tash kemi mjashtu shumë pak krip. Mos harroni për shkak sasisë së sheqerit, kripa mrin shumë mirë me e balancu. Dhe tash, inshallah s'po harrojmë najsa në mishtu në këtë pjesë, sikur se tamam jena tu e bo si në bajram, është një farë stresi kështu kur gatujmë. Këna mjashtu edhe vajin. Duon vaj është dikon rreth 6 ml, po mënoj 60 ose 50 ml, shumë pak, vetëm sa me e mbajt petën ma të but pak, mos me qenë peta ma e fort. Pas kësaj, këna mjashtu shumë pak kakao, një luk, edhe arrat, millin, edhe normalisht fryrësin për pjekje. Këto mu i milshu bashkarisht me u përzi, ose gradualisht, po për shkak se neve na pengon zhurma, kështu që po zgjedhim me i shtu të gjitha për një herë dhe me lëshu mikserin. Të gjitha sasit e sakta, normalisht, do t'i keni edhe në fund të emisionit. Këtu janë arrat që i kemi blu. Gjysmën e këtyne arrave, 300 gram, kemi me i vendosë për dekor, edhe gjysmën brenda petës. Nëse në mbetet pak, kemi me i shtu edhe jo krejt fryrësin, një pjesë, se thamë që nuk na duhet me qenë shumë e fryme peta. Çdo herë kur të mërim të që kjo fazë, normalisht duhet sa ma pak me jep fuqi mikserit, për shkak se e ullë dëndësin e petës që kemi fitu, brumit. Arrat në pas kanë mbledh krejt në një vend. Po besoj që në secilën shtëpi t'juj është që kjo atmosfera e mirë e bajramit dhe jo veç me përgadit ëmbëlsirën, po me përgadit krejt ushqimet që i keni në të përhershme, nështë edhe që nuk i ndrani. Dhe më e rëndësishmja është që na vazhdimisht përgatisim, pastrojmë, mos harrojmë me e përmen
pastrimi i shtëpisë dhe i gjithçka është shumë esencial për neve, sidomos si popull. Po, përgatitja ushqimeve, thashë të ndryshmeve, tu nis prej baklavës deri në tamlores, mishrave të ndryshme. Po, kjo festë karakterizohet prej diçka tjetër. Kjo karakterizohet prej durimit, bamirësisë, humanizmit shpirtëror, jo veç humanizmit material. Kështu që këtu vepra janë shumë të rëndësishme për secilin, se pavarësisht ne çka bojmë, ideja është që gjithçka që kemi brenda shtëpisë, gjithçka që bëjmë për këtë festë, me e ndo me të tjerët. Për këtë arsye, quhet edhe Kurban Bajrami, për shkak të kurbanit që fetarisht prehet është me e ndo në 3-4 pjesë të barabarta, që i bie që edhe ti që e merr, duhet të hash barabart me të tjerët. Do thotë të gjithë kanë, në këtë kohë pothuajse të gjithë kanë, normalisht ka familje të cilat varen nga bamirësia dhe uroj që secili ta ketë tryezën plot, por ideja është që përmes këtij veprimi me përcjell mesazhin e duhur. Mesazhi është kryekëput bamirësi, durim dhe humanizëm. Ndarja e gjanave ushqimore, materiale me të tjerët, por edhe vizita ndaj familjarëve ose miqve të tjerë, kojshive dhe çka do që kemi me i vizitu është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe është i parë që i jep veçantin kësaj feste. Do thotë, besoj që keni mri çdo herë me pa që është një ndjenjë e jashtëzakonshme prej momentit kur falet Bajrami, e ndoshta gjatë tërë ditës e ke një farë ndjenje, një farë hapje të shpirtit dhe ndihesh komplet të ndrysh. Dhe po besoj që këto janë të pakta ushqimet, karshi veprave që na duhet me i bë. Shpesh menojmë që ose i gjykojmë të tjerët, sidomos kohëve të fundit, sepse më herët njerëzit nuk kanë punu dhe normalisht e kanë pasur edhe kohën shumë më të lirë që festa me u zgjat në ditë më shumë, do thotë deri në 2-3 ditë, dhe kjo kryesisht është bërë duke i vizitu familjarët, duke i ftuar në dreka, duke i ftuar në darkë, ka qenë jashtëzakonshme, por ka ndru ritmi dhe kanë fillu njerëzit me u kritiku në masë ndoshta shumë të madhe pse nuk po qëndrojnë gjatë festës së Bajramit, paktën me e shiju drekën bashkë me familjar. Menoj nëse na këtu nuk jemi me kritiku askënd, sepse secili ka natyrën, obligimeve dhe dinamikën e jetës që ka mirë, po përderisa kemi familjar, përderisa kemi prindër, kemi fëmijë, besoj që të paktën mu shënu si fest me drekën që përgatitemi, me mundin që e bojmë dhe vizitat që duhet me patjetër t'i bëjmë tek ata që i kemi të zemrës, më pas secili duhet ose vazhdon në mënyrën e vet. Për qita, na jemi vend, do të thotë edhe me kushtetut, jemi vend laik, nuk i kemi të përcaktuar fenë, pavarësisht që jemi mbi 95% të fesë muslimane, por që me këtë kemi treguar, me këtë përcaktim kemi treguar që kemi tolerancë ndërfetare të jashtëzakonshme dhe kjo çdo herë më shumë po forcohet për shkak se ka fillu festat si nga ana e muslimanëve, nga ana katolikëve dhe fjeve tjera që t'ju urojnë njëri tjetrit, të vizitohen, të kenë do të thotë urime të ndërsjellta, të kenë urime ndërfamiljare, vizita ndërfamiljare dhe kjo e bën edhe më të mirë edhe më të fortë do të thotë njerëzillëkun në përgjithësi nga secili. Dhe po besoj që pavarësisht çka përgatisim, pavarësisht çka bojmë dhe pavarësisht sa shpenzojmë dhe pavarësisht atyre mesazheve që na pëlqet telefonin në ditët e festave, sidomos në ditën e Bajramit, ku ndoshta dikun i kemi rreth
20 ose 30% mesazhe të shkruar me të cilat i dedikohen kryesisht atij personi që ja dërgon, dhe shumica atyre janë komplet fotografi që merren e që po besoj që është diçka vetëm për t'u bërë dhe jo për t'u ndjerë. Dhe kjo festë e kërkon ndjeshmërinë ta përcjellësh tek ai, sepse askush nuk mund të t'ja përcjell një mesazh dikujt me të njëjtën përmbajtje, sepse secili kemi jete të ndara, probleme të ndara dhe halle të ndara. Dhe pikërisht për këto festa ne duhet t'i urojmë të mirat dhe kalimin e problemeve dhe halleve, smundjeve atij personi. Andaj shmangni të gatshmën, bëjeni diçka shpirtënore sepse kjo e karakterizon këtë festë. Nëse pak i hina fillet më duket që unë e ndjej shumë festat në përgjithësi, e sidomos këtë festë, andaj besoj që duhet me qenë e këtij lloji dhe jo ndrysh. Petën e kemi fut brenda dhe normalisht është tepër e hollë dhe pjekët shpejt, po që unë pas na menu që e përfundova me tasin, po ky na duhet tash për mi bë kremin e pandisponjes. Derisa unë të pastroj, kemi mundo edhe mu kthy prapë për me fillu me përgatit. Tash e kemi, si që dhe thame, kemi pas me pastru pak edhe kemi me shtu kremen për ëmbëlsira. Ok, po i shtojmë 2 paketime. Neve na vjen vish me bë një herë një bazë për krem edhe në ndërkohë tani i shtojmë sipas shijes. Kemi me shtu rrosh, çokoladë, kemi me shtu lajthi, edhe çokoladë grimsune, po edhe çokoladë shumë më pas. Edhe njanit prej fillave kemi shtu edhe kokos. Këto e bujnë pak më të trosh kremen, ma të dendur edhe që rrenë kështu të ma mirë. Ok, po e lëshoj në maksimum. Perfekt. Përderisa po bëhet krema, na çokoladën e kemi shkri edhe jeta gati u pjek. E tham që është tepër e hollë edhe bëhet tepër shpejt. Do të thotë, sasinë e kremës që është u miksu, kemi ndarë në 2 vena, për shkak se kemi me shti në shtresën një shtresë sipër, shtresën e petës edhe në mbi atë edhe shtresën tjetër, ku varësisht shijeve që i kemi do të shtojmë. Të gjitha kanë me shku me një vend, po si do qoftë e bojnë me u duk edhe në shta pak ma bukur. Na vjen 2 enë për me i nda për mbajtjet. Dhe thot këta që e kemi, edhe në këta kemi me shtu. Dhe në fund kemi përgadit edhe këta lloj që i thojmë shlag, me fry edhe me e ly sipër. Unë e di që çdo herë në natët, një natë para Bajramit ose në natët të mëdha është shumë e rëndësishme me përgadit shumë shka brenda shtëpisë edhe me tregu që në atë shtëpi jetohet, edhe që përmes përgaditjeve normalisht, kur ki kohë me përgadit, normalisht tregon që je personi përkushtuar ndaj njerëzve të shpirtit tonë, edhe tregon që është shtëpi e jetuar, shtëpi me dashni. Edhe normalisht kjo e përcjell mesazhin tek secili. Nuk ka nevojë veç me u fol, ka nevojë edhe një erë mirë me kalu edhe me ngacmu ndjesinë e dikujt që është jashtë, sepse të një një zhurum të kënaqshme të përgatitjeve i stimulon edhe të tjerë. Kështu që jo veç çdo herë për veti bojmë, po t'u bë për veti i nxisim edhe të tjerë. Dhe kjo ndoshta është krejt hyrë në mesazhin kryesor të kësaj feste që me e ndërgjegjësu sa ma shumë pjesën e humanizmit dhe me largu këtë pjesën që humanizmi kryhet që aty kur na japim diçka materialisht. Sa do që të tjerëve japim diçka materialisht, përderisa nuk japim respektin dhe dashnin të cilin e meritojnë, është çdo herë zbrazët ky raport me ta. Kështu që mundonu që të gjeni format e juaja se si me nxit të tjerët
me qenë bashkë me njëri tjetrin edhe se si do qoftë rituali i përgatitjeve është krejt fest në vete, se sa festa kur vjen. E dim përgatitëm edhe shumë pak havull në natën e Bajramit, që ka një rëndësi jetike, edhe kjo ka të vetën, për shka edhe bërë. Kur nuk dihet prej kujt ose kush e ka bo hallëve një pari, por që dihet që është bo për shkak të ëmblës. Tash po nxjerrim petën, se ka fillu mi ardhë dhera, sa nuk na ka djeg. Era po i vjen tepër e mirë. Dirisat naftofët, e që pak na pas ka marrë një fangjyre jo të mirë, kemi lënë pak ma shumë se që jo dashtë, si do qoftë brëndësia e rujtë. Dirisat naftofët na, qysh edhe thamë, po i ndajmë kremat. Pjesën e kremit që kemi këtu, po qysh po mdokët, para se ka nevoj me meri edhe pak me mikser, sepse kam ditë pak e hullë. Dhe po ja shtoj gjysmën e këti. Zakonisht kur ju ngelen këto kremat më të holla, mundono me shtu një pjesë të shllagut kremit që i thojmë, sepse ky e shtrëngon shumë edhe bën më të fortë. Na duhet me qenë krema shumë e dendur për me e najtë sasia qysh e don kjo recetë. Mu duk që ka nevojë për të arsye edhe ja shtuar. Ish po fillon me marrë formën. Për ndryshe, ky mikser i ka edhe 34 opcione të tjera. E ka këta për ëmbëlsirë, e ka për brumë, dhe i ka 2 telat të tjerë të cilët mund t'i përdorni varësisht nevojave që i keni për brumra të ndryshëm. Por kryesorët janë ky për ëmbëlsira, von për gjana më të buta dhe ai tjetri i cili është për me përgatit bruma më të trash. Dhe një detaj tjetër që e kisha tregu është që kjo krem nëse vendosu direkt në petën e cila është e nxehtë, duhet ta dini se ai shkrihet dhe bëhet krejt i langshëm. Kështu që mundono, ju keni kohë dhe mundono me lënë të paktën më ftoftë për 20 ose 30 minuta. Unë çka jam të bash vishpejki për shkak se kjo ftofët më shpejt jashtë se sa këtu brenda në tokë. Ja shkoj dhe që edhe pak. Normal ka dhe ty gjana tjera që nga mishtu, janë arrat, janë lehtit, është kokosi, po si do qoftë na t'jemi ma të sigurt. Mikseri e ka edhe këtë pjesën këtu, këtë mund është mja majtë deri në maks, po dhe këto të tjera, opcionet tjera që e nga dalë sa shtetësi. Aktualisht jena të punu me maksimumin që e ka. Tash është kogja më ndrysh, edhe po e vazhdojmë qysh edhe deshto, me ndonë 2 pjesë. Njëna në vim për brenda 2 petëve dhe njëna në vim për sipër. Kësaj këna mjashtu komplet lehtit, që i kemi blu, dërsa kësaj tjetrës po ja shtojmë arrat e blume, po një pjesë po e la këtu se në vim për dekor. Shtojmë edhe kokosin.
kokosi gjithë është një produkt që na ndihmon me na nxjerr pi krizave, sidomos sikur sot, ku kremat ka njëre din me na nguc, edhe mos me u bo qysh duhet, ose mos me pas dëmtësi, kështu që kokosi gjithë është një opcion shumë i mirë, se edhe ka shije tepër të mirë nëse s'jeni alergji, po edhe është mundësi e mirë për me evitu ose me mbulu problemin që e keni. Dhe të thotë, tash e bën tepër një sasi trash. Okej, qëtu ku i kemi arat, kemi mishtu të shime thatë, edhe çokoladën që e kemi shkri, po jo krejt sasin e çokoladës, po kemi mishtu gjysme, sepse gjysme kemi me lanë për me dekoru. Po më duket që është pak e nxehtë dhe nuk kucon edhe pak, kështu që unë i mishtu edhe karamel nëse keni lutës ose çka do tjetër që e preferoni. Do të gjithçka që i shtoni e bën shijen më të mirë. Po si recetë është kështu. Nëse nuk gaboj, dikun e kom pa që kësaj recete i kanë shtu edhe keksa, një brand i keksave që është tepër shishëm, po që më duket që edhe ajo është brom e kemi petën, andaj besoj që nuk ka nevojë. Përndryshe, ko kemi bo me krem. Kokosi na duhet edhe këtu. Me bo pak mësë ma trash. Tash i kemi gati të dyjat, përveç që kësaj kom jashtu çokoladën, po friksona pak për shkak se është shumë e nxehtë, edhe mundet me e prish, na duhet një thik me ndo, kemi me ndo për gjys, për shkak se njëna është si për tjetrës. Mu më ka pjek pak ma shumë se që do është, po jo e lani tamam ashtu të ardhë. Kjo sa ma shumë qiftofët, edhe është ma i letë me punu me ta. Qysh edhe përshenit të rikët ma i letë prej letrës. Për mos më navë dëmtu, mos më navë nda për gjys, po e bojmë këto në këtë tavë që me pas ma letë, për shkak se ashtu kështu kemi me prej në pjesë të vogla. Okej, tash po e shtojmë. Po duhet edhe një lukë. Unë po e përsëris prapë që pita është ende e nxehtë. Mirë është me qenë shumë ma e ftoftë, se kaq në mënyrë që mos më navë ndo, se mos më navë gjitë për kreme. Vetëm po e vendosim në ndërkohë kemi me shtri tamam mirë. Kremat që kemi marru janë tepër qeshme. Dhe e dini që çdo mbërthirje mirë hahet mas të ndëtore, se fiton shijen edhe lidhen shumë mirë mes veti produktet.
Tash kemi me ashtu pjesën e dytë. Këtu mja hek këtë qoshin, në mënyrë që me u duk nalt më mirë. Kremas këtu, tash këna me ashtu 2-3 lukë çokoladë. Tash bëhet perfekt. Dhe na duhet neve me rrotullu pak mbëlsirë. Si për kremas që jemi tu e bë, tu e shtu në petë, kemi me e vendos edhe pjesën e shllagut, i cili është i vanilës, me shijet vanilës, po mundi me shtu edhe tamam shllak që është tipik çokoladë, me çokoladë kështu, në që nëse doni me u duk krejt e kaft. Sepse peta ka kakao, qysh edhe pa gjatë përgatitjes. Pak është e nxehtë dhe jo pak, po është pak më shumë se që duhet, edhe kjo tash fillon me marrë formë sipas dëshirës, po që na kemi më ngut me bë më shpejt. Në këtë tazin ku kemi përgatit më herët kremin, kemi me shtu edhe pjesën e fundit, i cili është shllaku. Ëmbëlsira është fakt nuk muj me kjo varet se si e preni në për shtëpitë e juve, po mundet me qenë edhe për ma shumë se 20 persona, sepse është ëmbëlsirë shumë e mbushur, kështu që varësisht si i bani premjen, besoj që edhe del edhe për 30. Për aq sa jemi si staf sot këtu. Okej, zakonisht pjesën e shllagut mundi me përgatit me qumsht ose edhe me krem pana, po shumë pak, i qepni jo shumë, për shkak se mundet me bëhet holl. Na jemi gati, besoj që edhe 50 minuta veç përfundon, edhe keni me vendosur në frigorifer, edhe jo kështu si na që pak si për ngut, e kemi bë, po si do qoftë. Peta është perfekt.
Kjo normal duhet me, kështu që është me hyrë një në frigorifer, tani me ashtu pjesën e shllagut, po na nuk kemi kohë. Po i bojmë shpejt. Edhe nëse keni tepsi tamam, qysh e zen me ndo 2 pjesë ëmbëlsiren, kallapin tamam kështu bot ma knap edhe i ndihmon për me kur tren në frigorifer, te pjesa që vetëm ftof, atëherë i ndihmon me pas formën shumë më të mirë. Përjashtojmë edhe çokoladën kështu. Edhe kemi me prej një pjesë që mu duk ma bukur, për shkak se është kallapi shumë i madh dhe normal po len hapësirë dhe nuk po duket tamam qysh është festive kjo ëmbëlsirë. Qysh është e shishme, se është shumë më e shishme se sa që duket. Ëmbëlsira është ekonomike, nuk ka shumë produkte, sidomos këto produktet që kanë kosto shumë të lartë, kjo është ma me produkte bazike që zakonisht edhe gjatë festave ka zbritje kryesisht në këto produktet bazike që janë të këtyre lloj ëmbëlsirave. Tash po ja shtojmë edhe pak arra. Okej. Edhe jemi krejt në fund. Kemi pastru pak të pjesën që e kemi bërë remont, edhe me ndo në një pjatë ëmbëlsiren që e kemi bërë. Unë jam shumë sigur që ju në përshpijat e juve keni me bërë edhe ma bukur, edhe ma ngadal, edhe keni me shiu qashtë qysh është veç kjo fest. është shumë e nxehtë, e di që muj me dëmtu kur e marrë me prej, po si do qoftë na e duhet me patjetër me prej. Qysh edhe po shit mesi ëmbëlsirës këtu në këtë pjesën ku e kemi ndo është tepër i mirë, kështu që a mjafton që kaq? Okej. Krejt jemi marakli këtu të ëmbëlsirave dhe se cili po pret me marrë pjesën e vetë. Ose që po shihet sa bukur është tekstura. Kjo pjesa tjetër është rezervune. Të paktën kështu regjia veç ma bën me dje që mos me jep tjetër kujt. Okej, dhe si një kuzhinjere që nuk jam tipike prej atyre kuzhinjerave që i fshin kështu pjatat, po eleganca e ëmbëlsirës e kërkon një gjë të tillë, kështu që duhet me shty edhe pak në mes. Okej. Edhe me bani pjatë ma të bukur. Dhe pjesa e fundit. Dhe kjo është ëmbëlsira që na sot e kemi përgatit për nder të festës së Kurban Bajramit. Unë shpresoj shumë që jo keni me përgatit në shtëpiat juve këtë ëmbëlsirë, sepse nuk ka ndaj kosto shumë të lartë dhe normalisht nuk dën shumë kuaj për kushtim. Unë ju falenderoj shumë që keni qëndruar me neve, falenderoj edhe sponsorin e emisionit tonë, Delimanon, i cili
sot na ka mundësu me përgadit ëmbëlsirën tonë të festës së Kurban Bajramit me mikserin të cilin edhe ka në ofertë dhe që si që edhe thamë në fillim, nëse thresni gjatë kohës së transmetimit do të mund të merrni edhe zbritje e që është kjo zbritje dedikuar festës së Kurban Bajramit. Po ashtu, unë i uroj gjithë besimtarëve të fesë muslimane, fesën e Kurban Bajramit dhe që shpirti i secilit prej tyre, prej neve të jetë mbushur me humanizëm, mirësi dhe të reflektojmë në të mirë të secilit dhe në të mirë të vetës tonë. Gjithsesi, uroj që të keni një festë të mbarë dhe të keni të mbushur plot me dashuri brenda familjeve tuaja, miqve dhe çdo kujt tjetër të cilin e keni në zemrat tuaja. Deri në edicionin tonë të radhës, unë ju falenderoj dhe uroj që të kaloni ditë sa më të mira.